Në ambientet e hotelit Mediteran në Ulqeno u shënua 20 vjetori i shoqatës Ora, në moton me hapat e vegjël drejt gjurmëve të mëdha. Ky përvjetor u përkujtua përmes një programi të pasur artistik dhe kulturor në prani të personaliteteve të shumta nga Shqipëria, Kosova, Malizi dhe me gjërë që ndër vite janë bërë pjesë e këtij rrugtimi të përbashkët. Publiku pati mundësinë të ndjek për herë të parë dokumentin Me hapat vegjël drejt gjurmëve të mëdha, një krijim artistik që përmbledh 20 vite punë të shoqatës Ora. Dokumentari u realizua nga regjisorja Adina Mustafiq Avdiu me skenografi dhe kostumografi të Jetmira Hoxhës, interpretim të Seida Bajraktarit dhe montazh nga Amel Cenaj. Në fjalën përshëndetëse, kryetaria e shoqatës Ora, zonja Arjeta Kurti, falenderoi të gjithë të pranishmit dhe theksoi se kjo festë nuk është vetëm me anëtarëve të shoqatës, por e të gjithë atyre që kanë kontribuar në rrugtimin e saj. Sonte jemi në shënimin e 20 vjetorit të shoqatës Ora, duke vlerësuar se kjo nuk është një festë vetëm e jona, e një grupi të ngushtë të anëtarëve, por kemi dashur këtë festë tonën ta ndajmë me ju. Me ju që na keni përkrahur në vazhdimsi, me ju që jeni bërë zëri dhe forca jonë. Rrugtimi i deritashëm 20 vjeçar i shoqatës Ora nuk ka qenë as pak i lehtë, por plot sfida. Por ashtu siç thuhet dhe në dokumentar, jemi përpjekur dhe besoj ja kemi arritur që me hapa të vegjël të bëjmë gjëra të mëdha, të lëmë gjurmë të mëdha në dobi të shoqërisë dhe të komunitetit. Që prej fillimit, shoqata Ora e ka pasur të qartë dhe nuk ka devijuar nga misioni i saj në mbrojtje të trashëgimisë dhe identitetit. 20 vjet punë, 20 vjet përkushtim, 20 vjet sakrificë, por ja ka vlejtur. Ja ka vlejtur sepse jeni ju që gjithmonë keni qenë bashkë me ne, jeni bërë pjesë e rrugtimit tonë. Manifestimi pranvera në anë të malit është shndruar tashmë në një prej simboleve identitare, shoqërore, kulturore, jo vetëm të kësaj treve etnogjeografike të veçantë, që lidh natyrshëm Ulqinin dhe Shkodrën, por dhe të vetë qytetit të Ulqinit dhe më gjërë. Por nuk është vetëm manifestimi pranvera në anë të malit, por janë gjithë ato aktivitete, një pjesë të cilëve mund t'i shihni në fotoekspozitën retrospektive dhe në filmin dokumentar që sapo ndoqët. Falenderoj emër për emër të gjithë mbështetësit, donatorët dhe sponsorët, qofshin individ, ndërmarrje private, institucione e tjerë, të cilët na kanë ndihmuar në forma të ndryshme, u akthefshim gjithmonë për të mirë. I gjithë ky sukses është fal anëtarëve të shoqatës Ora dhe kryetarëve ndër vite. Është rasti që të përmendim dhe ata të cilët nuk janë më në mesin tonë, por janë gjithmonë në zemrat tona dhe jetojnë me ne fal punës dhe veprave të mira që kanë lënë pas. I tillë ishte dhe ish kryetari i shoqatës Ora, një herazi, bashkëshorti im i ndjer Dritan Kurti. Vetë regjisorja e dokumentarit Adina Mustafiq Avdiu ndau disa nga përjetimet dhe sfida gjatë realizimit të dokumentarit. Ajo theksoi se puna shumë vjeçare dhe arkiva pasur e shoqatës Ora e kishin bërë më të lehtë procesin e krijimit të këtij projekti audiovizual. Ajo gjithashtu paralajmëroi se shumë shpejt publiku do të ketë mundësinë të ndjekë edhe një version të zgjeruar të këtij dokumentari. Atëherë për mua ishte kënaqësi e para
të më besohet një punë kaq e madhe e 20 vjetorit të shoqatës Ora, ku njëri t'i falenderojmë organizatorëve të cilët patën besim të ma dorëzonin këtë vepër kaq të madhe mua. Padyshim që ishte e vështirë që në 20 minuta të përshkruhet 20 vite punë, lodhje, angazhim, përkushtim që krejt ekipa ka patur. Do na duhet patjetër të bëjmë edhe një version të dytë, pak më të gjatë, ku të përfshijmë të mos mungoj asgjë. Patjetër që krejt kjo punë nuk do ishte e mundur dhe e arritur pa përkrahjen e stafit tim, siç ishte kameramani Amel Cenaj, skenografja, kostumografja Etmira Hoxha, aktorja tashmë Seida Bajraktari dhe një trup e madhe pas, ku njëherit ndihmë e madhe për mua ishin bashkëbiseduesit, ata rrëfyesit të krejt historive, të krejt ngjarjeve, ku mes emocioneve shpalosën shumë çka ata kanë përjetuar në këto 20 vite. Të them të drejtën, shoqata Ora i ka ruajtur me shumë fanatizëm të gjitha të dokumentuara në video, në materiale, krejt 20 vite punë dhe lodhje. Dhe këtë mund të them që është të vërtet e vlerësuar që ato me shumë, si të them, fanatizëm ruajnë krejt këto dokumenta ndër vite dhe të them të drejtën, me net të tëra, me javë të tëra, është dashur që të përcjellim çdo detaj, çdo moment, që të mos mbesin diçka pa u dhënë dhe pa u thënë. Përsëris që patjetër do na duhet të bëjmë dhe një version të dytë, pse jo të mos t'i japim përkushtim dhe merit të veçantë secilit moment ku këta bashkëpunëtor, këta organizator janë munduar këto 20 vite të shfaqin para publikut, ana malas dhe me gjerë. Më lejoni lutem të vlerësoj patjetër punën që ata kanë bërë para 20 viteve, sepse sot në fakt ne si gjeneratat e reja kemi shumë më lehtë, pse jo sepse kemi fal rrjeteve sociale, fal kushteve, fal jetës e cila tashmë është bërë më transparente ndaj publikut, është shumë më lehtë. Para 20 viteve, krejt ajo dhe gjithë ai publik i cili ka ardhur në atë kohë, mund të them që kjo ka qenë diçka e cila nuk e besoj që do mund të përsëritet ndonjëherë në vendin tonë. Një ndër arritjet më të mëdha të shoqatës është manifestimi tradicional pranvera në anë të malit, i cili tashmë është ndruar në një simbol të identitetit kulturor dhe social të Treves. Për këtë dhe për rrugtimin e shoqatës Ora në këto 20 vite për televizionin të UTA folen edhe Gazmend Kuvaçi e Agron Mehmeti, dy ndër themeluesit e kësaj shoqate. Në atë kohë isha kryetari i forumit rinor të Lidhjes Demokratike në Maltëzi për Treven e Anës Malit. Dhe gjithashtu më lindi si ide që ana e Malit në atë kohë kishte nevojë për diçka të re, diçka që ta bashkojë anën e Malit, që ta bashkojë edhe rininë e Anës Malit. Dhe faktikisht unë nisa nga ky shkas dhe thira gjeneratën e parë dhe dytë, të cilët ishin gjeneratat e para që kishin studiuar nëpër universitetet shqiptare në Shqipëri. Do më thonë nga Shkodra, në Vlorë, në Tiranë e gjithë. Dhe nga ky shkas i thira gjithë shokët dhe ju tha që do bëjmë diçka apolitike, që t'jetë jetë gjate dhe t'jetë shumë tradicionale për anën e Malit. Me fol drejtën, kjo ka qitë shumë gjara në pak. Do më thonë vetë manifestimi nga ana pranvera në anë të Malit, është përqafuar nga krejt ana e Malit si një rejsi edhe një nevojë. Nga përqafimi, nga vetë fakti, nga numri i madh i atyre popullatës që kanë ardhur me ndjek këtë manifestim ka treguar se ka qenë nevojë. Dhe nga ky fakt kemi paraqit shumë gjëra të reja. Domethënë anës Malit i kemi afruar lojrat tradicionale në një fakt që ishin harruar nga tërejt. I kemi paraqitur, kemi pas garan mes fshatrave të ndryshëm se kush e bën sofrën më të mirë për ushqimet tradicionale në anë të Malit. Atëherë kemi afruar artistët e mirë njohur nga Shqipëria, të cilët ajo të re vetëm nga televizori i kite pa, dhe në atë mënyrë ato kanë ardhur dhe janë takuar me to dhe kanë parë nga afër artistë të njohur nga kjo të re. Gjithashtu bë valorizimi i madh i anës Malit, duke nisur nga qyteti i lashtë i Shasit, nga emisionet dokumentare, nga ana e Malit nga lastia cikli ana e Malit ndër vite, sesionet shkencore, domthonë gjitha këto pak a shumë kanë krijuar që ana e Malit të jetë një lëvizje dhe në ana e Malit të paraqitet si një diçka tjetër deri në atë kohë që ishte shumë vitet duke kujtuar se ato vitet nga vitin 90 deri në vitin 2000 kanë qenë vitet shumë kritike për gjithë Treven e Ulqinit dhe anën e Malit. Padyshim se ajo që është
promovimi kulturor edhe vënia theksit në aktivitetet kulturore mund të themi se është rrit një nivelit cili më të vërtet kam rrit të vejnë në plan të parë si trashëgimi kulturore të Reve Sulqinit, edhe si një destinacion turistik i gjithë të Reve Sulqinit, edhe në këtë kuptim aktivitetet kulturore kanë qenë ato që kanë rrit të sjellin në fokusin e mirëfillt shkencor dhe turistik lokalitetin arkeologjik të Shasit. Vizioni fillestar i pranverës në anë të malit ka qenë që e gjithë trashëgimia kulturore e zonës anës së malit si pjesë me vlera mjaft të rëndësishme të komunës së Ulqinit të ketë në fokusin shkencor, hulumtues dhe valorizues lokalitetin arkeologjik të Shasit. Por çështja e prezantimit të gjithë trashëgimisë dhe kontekstit të vetë lokalitetit të Shasit nuk mund të prezantohet pa gjithë hapësiren të cilën e rrethon. Dhe që nga viti i parë, vizioni për organizimin e aktiviteteve kulturore në kuadër të anës malit dhe dita qendrore anës së malit ka qenë që të bëhet në të gjitha lokalitetet që promovojnë vlerat e asaj zone që si hapësirë integrale dhe si trev krijon ka potenciale të mëdha turistike dhe këto vlerat e vinë në pat. Tani, që nga viti i parë ka qenë synim që të vihet në 3 zona qendrore, manifestimi qendror, që është lokaliteti arkeologjik i Shasit, që është gjithë panorama e mrekullueshme zonës së Kravarit dhe pastaj gjithë panorama mrekullueshme zonës së Millës. Si rezultat i intensitetit të lartë të punëve dhe ballafaqimit me problematika shumë të mëdha me lokalitetin e Shasit, atëherën ky vizion mbetet që të bëhet me qenë se në zonën e Millës, e cila është një trev mjaft e rëndësishme me panoramën e mrekullueshme dhe me vlerat edhe me historinë e mullinjve, është pa arritur që të krijohet një infrastrukturë aty. Por manifestimi ka lëvizur në gjithë treven e anës së malit për të sjellë në pat gjithë vlerat kulturore, kurse një aktivitet i vazhdueshëm brenda pranverës në anë të malit ka qenë i dedikuar çdo herë për Shasin. Dhe vizioni dhe statuti vetë i shoqatës ore, i cili ishte themeluar nga dita e parë, ka qenë që fokusi te trashëgimia kulturore, një aktivitet i vazhdueshëm brenda pranverës në të malit për lokalitetin arkeologjik të Shasit dhe manifestimet pastaj në gjithë zonën edhe hapësiren. Dhe ky model i vlerësimit të trashëgimisë kulturore, padyshim se duke qenë një vend turistik i gjithë Ulqini, është një model i cili tani është duke u implementuar edhe me projektet zyrtare, edhe të vetë Ministrisë së Kulturës, edhe të vetë komunes, edhe vetë fondeve IPA, duke vënë theksin të mbrojtja ambientit edhe natyrës, sepse pa ambientin dhe natyrën, atëherë nuk mund të themi se kemi arritur të bëjmë valorizimin e duhur turistik, të mbrojmë perspektive në jetës, atë që shpesh ne e quajmë zhvillim i qëndrueshëm, dhe në qoftë se nuk kapim në mënyrë integrale gjithë hapësirën e territorit të Ulqinit, në këtë kontekst flasim për anën e malit, atëherën me një pikë nuk mund të kuptohet as vetë Shasi. Pas fjalimeve dhe shfaqjes së dokumentarit të pranishmit, paten mundësinë të vizitojnë edhe një ekspozitë retrospektive me fotografi të përzgjedhura nga aktivitetet kryesore të shoqatës ndër vite. Në vijim të programit, publiku u mrekullua me një koncert të muzikës klasike shqiptare, ku morën pjesë emra të njohur të muzikës.